Në njërin nga udhkryqet më të frekuentuar në Kumanov po ndërrohen semaforët e prishur. Ndonse me vonesë, kthehet sinjalizimi i tren ngjyrës që ishte jashtë funksionit prej shumë muajsh. Tek tregu i qytetit mesdita e së premtes ishte me trafik të ngarkuar si nga automjetët, ashtu edhe nga këmbësorët. Por jashtë funksionit mbeten semaforë edhe në 3 lokacione tjera kyçe të qytetit. Përderisa janë vendosur kamerat e Safe City këtu në qytetin e Kumanovës, qytetarët shprehen të indignuar për shkak se shumica e semaforëve në udhkryqet kyçe nuk funksionojnë dhe vëret një ngarkesë e trafikut, por edhe këmbësorëve të cilët thonë se ndjehen në rrezik gjatë kalimit të bulevardeve. Nëse marrim parasysh se infrastrukturën në rrugëve dhe në vetëdijshmëri sinjalizimet, them lirisht se Kumanovës semaforët nuk punojnë me kohë ma gjatë, por me sjelljen e këtij programi që tashmë ai seriozisht që ishte edhe një katastrofë më e madhe, pasi që tash kuptohet nëse nuk ka përgatitur infrastruktura si mund të vendoset një teknologji kaq moderne që përcjell çdo hap lëvizje dhe qytetarëve. Uvijek semafori da работи 5 месеца. Da li ima po ishe metesh na Sovrać? Има. Da? Да. I treba da видат оправени, зашто до сега не До сега не ги оправи, ето пръв ќе ги оправи. Така. Kad ќе ги оправи? Da li ti kako pešak si zagrozen da pomniš ulice? Да. Objasni. Да, закрил се. Da? Да, закрил се. Nga komuna e Kumanovës thonë se ka probleme në ato 4 lokacione, 3 prej të cilave janë planifikuar të sanohen. Kryetari Maksim Dimitrievski tha se shumë prej semaforëve janë të dëmtuar nga aksidentet në trafik dhe vandalizmi i qytetarëve, por disa janë shkyqur nga vetë policia për të shmangur ngarkesën në trafik. Ai zotohet se këto probleme do të zgjidhen shpejt. Дополнително ќе се изврши реконструкција на поедини технички проблеми, отклонување, но мора да ви информирам, значи дека кога свети жолто светло и кога трепка, тогаш не се работи за дефект, туку се работи за исклучување на таа раскрсница од страна на сообраќајната полиција, која што е единствено овластена да го прави тоа. Во соработка со СВР Куманово и во соработка со ресорното министерство, кога отпочна овој проект на територија на нашиот град, дел од тие раскрсици по нивно барање беа исклучени од употреба поради тоа што на некој се создаваше дополнителен метеж поради. Pas vendosjes së kamerave të Safe City-t, shumë qytetarë janë ankuar pasi janë gjobitur për kalim në semafor të kuq, por pa fajin e tyre, duke sqaruar se në bulevardet e kalimit me 2 kursi, semafori mbyllet shpejt, duke i kapur mat me blic në mes të udhkryqit pa përparësi kalimi.